normalisht kufit e parë janë pikërisht pjesa e Turqisë, Kipro, Greqi, Itali, domethënë mund të kemi po themi një rritje të migracionit të masë që do ndikon në aspekte sociale dhe në rajon. Ama nga ana tjetër, interesat gjeopolitik në tilla raste ndikojnë dhe në marrjen e qëndrimeve të fuqive të mëdha. Në rastin specifik Ballkanit kemi të bëjmë qartazisht Rusia dhe Amerika. Domethënë është marrë shkryer një marrëveshje midis Bashkuar të Amerikës dhe Serbisë. Po. Domethënë është diçka që duhet analizuar, po themi, në detaje, sepse një marrje pozicioni të tillë e Shteteve të Bashkuara kundrejt Serbisë i jep paksa pompozitet, po themi, Serbisë. Në këtë kontekst, vëmendja ndaj Ballkanit paksohet se kemi betejën e Ukrainës, kemi frontin tani Iran-Izrael, problemet që ka dhe vetë BE-ja, në anën tjetër vëmendje ndaj Ballkanit apo problemet që ka Ballkani, paksohet, si e shikoni? Jo domosdoshmërisht. Nga një anë, ajo të kurrje Bashkimit Evropian që ka ndodhur këto vitet e fundit, vënia në dyshime ekzistencës në vetvete të Bashkimit Evropian mund ta shtyjë Brukselin që të ndërmarrë veprime zgjerimi, po themi, dhe ato çka janë aspiratat kryesore të Shqipërisë është pikërisht aderimi në BE. Situatat të tilla mund ta shtyjnë Brukselin që të ndërmarrë veprime zgjerimi dhe mund të përshpejtojë, po themi, fazën e negociatave me Shqipërinë. Në aspekte strategjik deri diku Ballkani merr një rol dytësor, po themi, sepse kemi të bëjmë me vatra aktive konflikti, si Ukraina dhe Irani dhe Izraeli, që normalisht në nivel ndërkombëtar marrin një rol primar në këtë rast. Por në rast se do të kemi një përshkallëzim të konfliktit dhe do të ketë, po themi, shenja të rritjes së influencës, qoftë në rajonin e lindjes mesme, por edhe më gjerë të aktorëve, siç është Rusia, Kina, normalisht duhet kemi dhe një reagim balancues, po themi, të pjesës perëndimore të Shtetet Bashkuara. Në kontekste ekonomike, si do ndikojë kjo luftë? Do sjelli pasoja për të paktën për Europën, për Azinë apo dhe për Kinën? Gjëja e parë që ndodh në rastet e konflikteve, kemi një se janë sulmuar dhe fushat të bajcet gazit në Iran. Domethënë kemi një rritje të menjëhershme të çmimit të arit në tregjet financiare. Ari për thjeshtësi njihet si një treg i sigurt, po themi, në rastet të pasigurisë qoftë strategjike, qoftë në rastet të pasigurisë ekonomike, investitorët tendojnë që t'i drejtojnë merkat në tregut të arit, por ama nga ana tjetër mund të kemi dhe rritje të çmimit naftës që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në ekonominë botërore. Nëse do të kemi një zgjerim të konfliktit, mund të bllokohen rrugë detare që do ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë qoftë në rritjen e çmimeve, qoftë në rritjen e kostove transportit, gjë që do të përkthehet, do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në rastin specifik në tregjet europiane, por edhe më gjerë. Mendoni se do të ketë një armë pushim, duke qenë se gjithë këto, patna shtetet e fuqishme, SBA-ja dhe Rusia, po tentojnë të ulen negociata, duket se po mendohet që t'i vjet dhe frerë sulmi të Izraelit ndaj Iranit. Mendoni se mund të ketë një armë pushim, apo mund të ketë një zgjidhje, apo do shikoni që Izraeli do avancojë? Shenjat fillestare flasin për një rritje, po themi, të probabilitetit që mund të kemi një armë pushim në zonë. Por ama nga ana tjetër, po të marrim parasysh pozicionin që ka Izraeli në këtë rast, mund ta shohë si parësyeshme në aspekt strategjik një armë pushim, për aq kohë sa ka superioritetin ushtarak, mund ta shohë parësyeshëm mbajtjen e një armë pushimi.
Ajo çka unë cilësoj si problematike në tilla raste është rreziku i devijimit konfliktit nga konflikt gjeopolitik, strategjik, rajonal në konflikte që mund të quhen ideologjike deri diku. Ideologjike. Domethënë, nëse mbetet akoma një konflikt rajonal, shanset janë që mund kemi një armë pushim. Por ama nëse do të kemi një radikalizim të vendeve islamike, atëre gjasat janë që të kthehet në një konflikt religioz dhe të vi të sjelli pasoja në gjithë botën. Pikërisht. Domethënë, tilla raste pastaj flitet për konflikte asimetrike, domethënë probleme që zgjerohen përtej rajonit. Edhe një pyetje të fundit, Lirti, roli i Turqisë këto momente si e shikon? Turqia ndodhet në një pozicion shumë veçantë, duke qenë dhe afërsia kufitare me Iranin. Mënyra se si do ta menaxhojë Turqia valën e emigracionit, do të përzihet në mënyrë aktive apo jo në konflikt, do të ndikojë shumë në, po themi, ecurinë e ngjarjeve në vijim. Fuqia ushtarake e Turqisë dihet normalisht nuk arrin në nivelet e superfuqive botërore, por është një peshë shumë e madhe në rajon dhe po themi mënyra se si do menaxhohet konflikti, ajo çka unë quaj parsorë është pikërisht menaxhimi i flukseve migratore, do të ndikojë shumë si në rajon, por edhe për sa i përket Europës. Lirti, unë të falenderoj shumë për që ishe pjesë e kësaj interviste. Faleminderit Ermal. Të dashur teleshikues, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek këtu në emisionin Sinjal në Antena Televizion, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek, por bën subscribe edhe shpërndan sinjalin e ditës, do të thoja në diaspor, por edhe në Shqipëri, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe natën e mirë.